Orkestra Simfonike e Radio Televizionit Shqiptar ju fton në një natë jashtëzakonshme muzikore në drejtimin e Fatos Qerimaj. Mozart, uvertur nga opera Flauti Magjik, tinguj që kanë bërë historinë e operës dhe që vazhdojnë të prekin zemrat e publikut botror. Krimet më të fundit nga Fatos Qerimaj. Exil Simfoni nr. 2, një simfoni emocionuese dhe e fuqishme. Epirus Uvertur, një udhëtim muzikor në shpirtin e vendlindjes. The Path of Freedom, një suite simfonike frymëzuese për lirinë dhe mprehtësinë e shpirtit. Një mbrëmje simfonike që do të ngjallë emocion dhe reflektim për çdo dashamirës të muzikës. Të premten, 8-30 janar, ora 19, në sallën e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit. Ju uroj mirëseardhje në program kompozitori dhe dirigent kësaj herë Fatos Qerimaj, maestro, mirë se na erdhe. Kënaqësi që na rikthesh në program, sepse pas 2 ditësh në sallën e madhe të Teatrit të Operas dhe Baletit do të jetë një koncert autor, më duhet të them, koncert autor simfonik, sepse vjen përveç veprave të Mozartit për herë të parë dhe një premier absolute, një simfonie të shkruar dhe të kompozuar nga vetë maestro Fatos Qerimaj. Maestro, pas 2 ditësh të premten, çdo kush ka mundësi të hyjë falas në Teatrin e Operas dhe Baletit, se është shumë e rëndësishme ta themi këtë gjë. Bashkë me Orkestrën Simfonike të Radio Televizionit Shqiptar, ju do të dirigjoni këtë koncert autor. Çfarë është repertori? Repertorin e kam përzgjedhur për që një repertor i lidhur mirë me traditën, do të thonja, dhe të gjitha veprat që do të jenë të mia, do të thonë, flas për Simfoninë e Exil dhe për uverturën e Epirus, si dhe suitën simfonike, paraprien nga Mozarti. Mozarti si një emblem artistike shumë domethënëse, tradicionale dhe për momentin është një nga veprat më të luajtura në skenat botërore. Dhe e përzgjodha për të qenë se vetë Orkestra Simfonike është një orkestër me shumë traditë, e cila do të interpretoj këto vepra në përgjithësi, domethënë. Jam munduar që të jenë vepra me një dinamik të mirë për ta treguar që Orkestra Simfonike e Radios ka një standard shumë të mirë. Sigurisht. Dhe unë jam në një farë mënyrë i privilegjuar që do të drejtoj do të drejtoj orkestrën jo për ta komanduar normalisht, Ai është një bashkëveprim, mendoj unë. Për të pasur me orkestrën një frymarrje të bashkët, të përbashkët, dhe për të ndërtuar një fuzion simfonik me një standard mjaft mirë. Kjo ka treguar dhe bashkëpunimi që ka pasur këtë javë. Sigurisht. Orkestra është familjare ndërkohë me koncerte të tilla dhe sigurisht të koncert autor është një risi që vjen për herë të parë. Ju jeni edhe kompozitor dhe dirigent kësaj here dhe në bashkëveprimin këtë fuzionin simfonik që ju përmendët pak më herët, do ta bëni ata që do ta shoh programin dhe koncertin në Teatrin e Operas dhe Baletit dhe më vonë të rishikues do të kenë mundësi ta ndjekin në Radio Televizionin Shqiptar, të edukojnë veshin me muzikën simfonike, e cila më duhet të them shpesh herë vendoset në këtë sfidën dhe vështirësinë e kohës moderne, apo jo? Unë mendoj që ajo orë do jetë një orë për të dëgjuar dhe për të ndjerë muzikën. Për të ndjerë muzikën sepse muzika flet për komunikimin me njeriun dhe me ndjesitë dhe për fytyrimin e natyrës. Kjo ka qenë një nga elementet që unë kam përdorur në veprat e mia. Pra një veprat cilat nuk shpjegohen, por më shumë janë të ndjera. Duhet ndjerë. Po, duhet ndjerë vepra. Nuk ka nevojë për narracion dhe narrativë e të folurit. Dhe në fakt në postimet e veta, në rrjetet e veta sociale Radio Televizionit Shqiptar, kur bëri pikërisht promovimin e këtij koncerti autor të maestros Fatos Qerimaj, përmend një udhtim shpirtëror në muzikën simfonike, një udhtim drejt lirisë së brendshme dhe asaj që ti merr dhe fiton kur e ndjen muzikën simfonike. Simfonia numër 2 që kam titullohet Exil, pra po nuk merret në migrimin, do thonja, fizik të njeriut. Në drejt për drejt, literal të por fjalës. merret me shpirtin, i cili ne na ndodh shpesh që
kemi një lëvizje të shpirtit të mbrëmshme. Sigurisht. Dhe kjo lëvizje shpeshherë kërkon ndjek, udhton dhe kthehet përsëri në origjinën e saj. Edhe koncepti i simfonisë është i tillë që do të sjellë pikërisht këtë lloj tonaliteti. Dhe në fakt unë ju quaj shkrimtarët e pentagramit, ashtu si shkrimtarët që ulin marrin penën dhe shkruajnë historitë dhe rrëfimet e tyre për personazhe, për karaktere, sepse aty përgjithsojnë jetën tonë, epoka dhe etapa të caktuara, edhe ju në pentagram, duke hedhur ato notat në mënyrën tuaj profesionale, artistike gjithashtu, shënoni aty në mënyrën tuaj muzikore jetën tonë. Dhe egzili është një temë shumë delikate që ju keni prekur dhe shumë ndjeshme gjithashtu. Shumë koherente është, por egzili në përgjithësi, migrimi dhe të gjitha sfidat që i ndodhin njeriut, është koherent, do thonja, por ndërkohë më jep dhe një mundësi komunikimi shumë të mirë me partiturën, si që thatë ju, për ta përkthyer në notacion dhe për të ndjerë sa më thellë këtë lëvizje artistike, do thonja. Sigurisht. Maestro, kur vjen në puna tek një simfoni, tek një premierë absolute e një simfonie, që është një ngjarje botërore në gjuhën tuaj të kompozicionit, pse është e rëndësishme ajo në vetë krijimtarinë e një autori, një muzikanti? Krijimtaria? Në krijimtari, po. Çfarë sjell një simfoni? Çfarë shënon dalja e një simfonie si premierë absolute për një autor? Në karrierën për mua, do më thënë, është diçka kulminative, do thonja, sepse ka të gjitha elementet të cilët ne kemi prekur dhe kemi trashëguar nga i pikpamje, sepse simfonia në përgjithësi është pjesë e trashëgimisë tonë, do më thënë, vi nga një shkollë me një traditë dhe me një profesor që kanë qenë tradicional, dhe pa dyshim dhe unë mbaj të njëjtën në linjë artistike. Simfonia nuk ka eksperiment, përkundrazi mbështet shumë mirë linjat e muzikës tonë tradicionale. Pra, nuk është e vështirë nga një pikpamje, por është shumë e ndjerë. Dhe unë këtë dua të ndaj me publikun. Sigurisht dhe kur ndanë ndjesitë e tua personale dhe të sinqerta në raport me shpirtin tënd dhe me atë çfarë ti kompozon, tek publiku besoj ajo vjen shumë e sinqertë dhe shumë e ndjerë gjithashtu, dhe duket sikur vibron e gjithë salla kur ndjeshmëria bëhet e njëkohshme me ata që e luajnë veprën dhe me ata që e dëgjojnë. Dhe unë këtë vlerë më shumë ja dedikoj orkestrës së radio televizionit, sepse ata kanë shprehur dhe shprehin në interpretimin e tyre pasionin, dëshirën, vërtetësinë, dhe kjo në një koncert nuk është thjesht vetëm një koncert, por është një paraqitje e ndjenjave të kësaj orkestre, të këtij kolektivi, i cili kthehet në një imazh dhe në një trup të vetëm për ta thënë sa më bukur muzikën. E kuptoj. Maestro, ndërkohë ju jeni profesor gjithashtu pedagog në Akademinë e Arteve dhe ndërkohë vini nga një sfond familjar ku të gjithë jeni muzikant. Po. Kur flet sot me të rinjt, për shembull, studentët e tu, ata që do të jenë nesër orkestrant në orkestrat e Shqipërisë, çfarë kupton në dallimin e brezit të kohës tënde kur e kthen në kohë dhe brezin e orkestrantëve të rinj që po vinë? Ndryshon simfonia në mënyrën se si ata e konceptojnë sot, si brezi i ri me këto ndikimet e forta të botës moderne, apo qëndron tradicionale ashtu siç ka qenë? Është pak e vështirë, sepse tradita është... Sigurisht, studentët e mi kanë një tradicion shumë të mirë. I kanë mësuar shumë muzikës tonë tradicionale, dhe shumë klarinetista merren me muzikën tonë tradicionale. Ndërkohë që dhe babai im na e la një sfond tradicional shumë të mirë, që do thonja që ai këndoi me violinë natyrës dhe njeriut dhe botës përreth. Botës, dashurisë, dhimbjes, pikëllimit. Jo vetëm skenës, po komunikimit me çfarëdo personazhi dhe natyre që ai komunikoi gjatë gjithë jetës tij. Pra, dhe unë nga kjo ndjesi kam marrë ndjesinë për të komunikuar me njerëzit
sa më mirë nëpërmjet muzikës dhe për të pasqyruar natyrën tonë sa më bukur. Për sa i përket të rinjve, vepra e fundit që do të jetë, që është shtegu drejt lirisë përkthehet, unë e kam shkruar në anglisht, dhe është dedikuar për rinjin tonë. Domethënë për t'i dhënë një pasion dhe dëshirë, jo vetëm koncepti simfonik, por për ta parë muzikën si mjet për t'u shprehur sa më mirë. Sigurisht, dhe pa muzikën mendoj, nuk e di se do t'ishte kjo botë pa muzikën, maestro. Qofta ajo simfonike, qofta e moderne, qofta edhe popullore, besoj muzika ka të ndikimin e drejt për drejt në lëkurën e njeriut. Ashtu është, në fakt, mëngjesi është shumë i bukur me muzikë. Do të unë e kam edhe një farë mënyre që... Një rutinë ditore, një disiplinë ditore. Sa herë që zgjohem në mëngjes, dëgjoj muzikë klasike, e cila nuk ka dramë, ose muzikë baroke, do të thënë nga këto muzikët e qeta që t'i japin një... Pastaj fillon lëvizja. T'i japin një qast të hareje për t'a nisur ditën pak më mirë, pak më qetë dhe pak më bukur, se bolla ndralla dhe sfida kemi kur dalim nga shtëpia. Na bën mirë të gjithë. Na bën më të bukur, të mendojmë më bukur. Dhe duhet ta seleksionojmë, sigurisht. Patjetër. Aftësia për të seleksionuar, besoj, është bashkë me qenie njerëzore dhe unë them lumë ata që janë në gjendje të vetë përmirësohen dhe të vetë korrigjohen, duke ndihmuar veten, duke parë të tjerët dhe duke mësuar gjithë jetën në mënyrë që të bëhen përzgjedhës sa më të mirë të gjërave të bukura. Besoj muzika simfonike gjithashtu në Shqipëri mund të frymëzohet edhe nga tradita popullore, apo jo? Po, sigurisht, historikisht ka ndodhur kjo, shumë tema tona tradicionale janë futur në muzikën simfonike, janë trajtuar dhe në muzikën e filmave, në drama, në kudo. Muzika, ne kemi një thesar të madh të intonacioneve dhe të qoftë të ritmeve tona, qoftë harmonisë tonë, qoftë edhe melodisë. Domethënë kemi goxha për të... Kemi çfarë të tregojmë publikut. Edhe brezave të rinj, besoj. Sigurisht. Kemi me çfarë ta frymëzojmë muzikën simfonike nga këto motive. Pikërisht e hap koncertin me Mozart, me uverturën e tij, për treguar që rrënjët e muzikës klasike janë domosdoshmërisht për të mësuar dhe studiuar nga të rinj, por pastaj për të parë hapësirat e tjera për të kaluar në dimensione tjera. Por mendoj që baza është muzika klasike. Sigurisht, muzika klasike mbetet ajo që frymëzon ata që merren me kompozicionin dhe jo vetëm, por dhe ata që janë dëgjues të mirëfillt, qoftë amator apo profesionistë në rastet kur mbushin sallat e koncerteve, siç do të jetë rasti ditën e premte në orën 19 në Teatrin e Operës dhe Baletit. Çfarë pret një kompozitor dhe një dirigjent përpara se të nisë koncerti? Jam shumë kurioze ta di atë momentin kur bëheni gati për të hyrë në sallë. Para koncertit, në momentin e para. Kur bëhesh gati për të hyrë në mes të orkestrës, mes orkestrantëve dhe kur fryma mbahet pezull. Të gjithë presin që perdja është hapur dhe të nisë koncerti. Çfarë ndjen një dirigjent? Edhe është më tepër një kompozitor, se ky është koncert autor yt. Okej, po e para është përgjegjësia e madhe, e lartë, adrenalinë e lartë e përgjegjësisë. Pastaj shkëputesh nga kjo dhe futesh në botën e tingujve dhe kërkon në rolin që je si dirigjent, kërkon që të kesh një frymarrje me orkestrën dhe ta shikosh orkestrën si një peizazh i bukur artistik, polifonik, i cili fillon dhe ti yn brenda saj dhe nuk je më humbet qenia jote fizike. E kuptoj. Ka patur vështirësi, maestro, gjatë këtyre ditëve në provat që keni bërë me orkestrën? Momente delikate, ku mbasi si ne kuptuar? Jo, është një reagim i orkestrës, është tepër efikas. Dhe unë kam komunikuar në mënyrën profesionale dhe emocionale me ta. Kështu që unë pres padyshim që koncerti do të jetë një standardi shumë të mirë. E kuptoj. Ditën e premte, të nderuar teleshikues, në orën 19 mbrëmjes, në sallën e madhe të Teatrit të Operës dhe Baletit, do të jetë koncerti me hyrjen e lirë. Gjithkush që ka
oraret bosh dhe nuk ka çfarë të bëjë dhe kërkon jetën kulturore dhe artistike të Tiranës, është rasti ideal për të ndjekur një koncert simfonik në kryeqytet në datën e Operës dhe Baletit në orën 19 me maestro, dirigjenti dhe kompozitorin Fatos Qerimaj dhe Orkestrën Simfonike të Radio Televizionit Shqiptar. Është në qendër të Tiranës, në kilometrin 0 të kryeqytetit shqiptar. Kjo orkestër dhe koncerti simfonik gjithashtu do të sjellja me sigurt në rreth 80 minuta një mbrëmje të paharruar në jetën tuaj kulturore dhe familjare me ndjeshmërinë gjithashtu personale. Maestro, faleminderit. Faleminderit juve. Që na erdhe në programin në Mëngjes Shqipëri dhe të uroj suksese ditën e premte. Faleminderit. Ecë më tej të nderuar teleshikues drejt minutave të fundit të programit.